Zonja Linda, përshëndetje, ndodhemi këtu në studion tuaj të Pilates dhe ju tashmë ndodheni në Tiranë. Ju keni bërë në fakt një reagim shumë interesant, ku ftoni të gjitha gratë që kanë marrë pjesë apo kanë pasur një lidhje emocionale me ish bashkëshortin tuaj të ndjerë. Në 2 vjetorin e vdekjes së tij, ju i ftoni të gjitha për të diskutuar dhe gjithë kjo diskutim që ju keni bërë ka ngjallur mjaft debate. Cili është qëllimi juaj? Faleminderit për ftesën dhe jam e gëzuar që jeni e para që shkelni në studion time të Pilatesit, reformën me vegla. Tashmë jam sistemuar dhe ashtu si ju ka shumë, domethënë, dëshirë. Ashtu si u ka shumë dëshirë për të vizituar dhe për të ndejtë afër me dhe edhe problemeve sociale, jo vetëm fizike dhe të shëndetit fizik. Përsa i përket atij postimit që bëra unë, kjo është në fakt një sfidë. E para sfidë me veten time, sfidë me shoqërinë dhe dua nëpërmjet kësaj të jap mesazhe, sepse gratë si unë, gratë që janë të forta, që janë independente, misioni jonë është që ne të japim komunitetit, më tepër kategorisë grua, të japim mesazhe sa më pozitive për familjen, për shoqërinë dhe po kështu të jap përgjigje edhe personave që vuajnë nga që nuk kanë kurajë, persona që ndihen inferior, persona që janë dashakeqës, sepse shoqëria është e mbushur plot me persona të tillë. Kështu që kjo duhet. Sepse sot, siç e dini, në këtë botë mizerje, me luftra, me smundje, me probleme ekonomike, ne duhet mbjellim dashuri. Dashuria është për të mbjell, jo për të korrur. Për këtë desha të bëj. Ju jeni ndër të parat në fakt, për mos thënë të vetmet që e bëni këtë diskutim. Si u lindi kjo ide? Kjo nuk lindi tashmë, nuk është spontane, por para një vit, unë fakt në fillim me pata të vështirë. Para një viti, kur im shoq ndroi jetë para 2 vjetësh, mbas një muaj, pak a shumë, më vjen një mesazh, po më erdhën aq shumë mesazhe se ne kemi 2 shoqëri, ai shoqërinë e sportistëve dhe kampion, siç e dini, kampion me eksperiencë, edhe ka një shoqëri shumë të gjerë, edhe në Turqi dhe në Shqipëri, por edhe shoqëria ime, dhe filluar mesazhe parfund dhe unë nuk arrija t'i lexoja gjithë. As që t'i falenderoja për ngushëllimin, pa mbas një atë kohë nuk e mbaj mend, por ka qenë po e lexova dje me sa 25 prill, diku prill. A mars aprill dhe shikoj një mesazh shumë të veçantë. Zonja Linda, ngushëllime për humbjen e bashortit. Unë jam një mike, domethënë arkadash turqisht, domethënë një mike që kam hyrë në jetën personale të tij, që kam marrë pjesë në jetën personale të tij, që do thotë kam pas marrëdhënie më të afërta. Unë fillim ngela një herë thash kush merret me këto, kush e di kush do jetë, mos është ndonjë që do të ngacmoj ose se nuk ishte era parë për mua dhe ngela. U mora se kisha mendot kesh 2 muaj që të ka ikur bashorti, 2-3 muaj sa i bie, një kohë shumë e shkurtër, dhe në momentin që thash do ta shikoj dhe më mirë në darkë kur të kem kohë. Në darkë u shtriva. E pash mirë 2-3 herë lexova, thash ti nxora kuptimin. Ja bëra drejt që ta haj çfarë ti bëj, se nuk dua, thash unë dua të jem dhe etike. Në fundit unë jam edhe që trajnoj për temat e komunikimit. Specifikisht, kam 20 vjet që trajnoj në Turqi. Tash në komunikim duhet një përgjigje, sido që të jetë. Dhe mendova, pyeta djalin, thash si është kjo zonjë, njefti se djemtë mi, i vogli ka qenë sportist si Ati, dhe të gjitha shoqet e Atit e njeh se kanë bërë shërbime bashkë. Po tha mami e njoh, tha, ajo është shumë e mirë, tha, është grua e mirë, tha, mua më ka ndihmuar, tha, më ka çuar në shtëpi me makinë, diçka e tillë, ka qenë zonjë mami. E u qetësova, tash nuk është nga ato ngacmueset që janë ekstravagante, që duan ngacmojnë këto, po thash nejse, i çova një mesazh. Për momentin jam e zënë, kur të kem mundësi, do t'ju njoftoj. Ndejta kaluan muaj dhe pastaj erdhi 6 mujori. Në momentin që erdhi 6 mujori, unë po përgatisa një si tip përkujtimore, që janë ato adetet që themi ne, thash pse mos i çoj një mesazh dhe kësaj. Thash thjesht është edhe etik. Se edhe unë fillova të qetësohem nga pak. Ajo erdhi me kënaqësi dhe madje kur në këtë kohë erdhi më gjeti te bregu i detit te një klub sportiv, aty e bën, se erdhën sportistët me biçikleta nga trajnimi sa me pallona të shkurtra, me të mbathura sporti, me kanatiere, me djers. Kështu që u bë shumë natyrale
ky përkujtimi, sigur madje ndja vetën sikur ai ishte aty me ata sportistë me kanatiere me ngjyra. Edhe kjo erdhi, mirë se erdhi, thash unë, e takova, i dash dorën dhe tha të ndihmoj, ishte jo vetëm e respektuar, ishte edhe e mençur, sepse në këto momente nuk duhet futesh në biseda. Përderisa se ishin ceremoni më thot, Linda ti vazhdo me vizitorët, unë po bëj tryezën. Ato që ishin koktejl, nuk i themi dot, po ato adetet tona, se nuk ishte për të gëzuar. Ishte thjesht për kujtimore. Dakor, thash, unë filloi të merre me tryezë, unë ndërkohë merresha me tjerët. Pastaj filloi me djemt, me të voglin, të fillonin kujtimet kur kanë qenë në stërvitje bashkë këto, dhe u kënaqet, thash, shoqër që shpëtova nga kjo bisedë se nuk është vendi për këtë bisedë. Pra, ajo mundoi të ekuilibronte situatën. Si përfundim, pastaj më të rritin shpinë e saj, aty biseduam. Ullëm pim kafe dhe më tregoi se si çfarë, para një 10 ditësh, kishin 10 vjet që nuk komunikonin më, por se unë kam 20 e sa vjet që bashkohu pajto, gjithmonë në faza që unë nuk kam pas marrëdhënie me tim shoq. Dhe ajo pas ka qenë kliente se të gjithë ne aty njohim. Ne sportist, artist, ne on pun, on ambient social, se në autostop tjetër nuk e njeh. Normalisht aty e shikon, mund të kesh flirte, mund të kesh për ata që janë single. Kështu që për mua nuk ishte era parë, ajo mbas kësaj filluam të bisedonim, jemi takuar një 2-3 herë, unë tani jam këtu dhe e shikoj që pse mos jetë një shembull kjo. Edhe tani që ka 2 vjetorin, mendova që pse mos ta bëj, sepse gjatë kësaj kohe unë përveç mesazheve pozitive dhe mbështetëse nga shumë gra dhe femra që janë dhe miket të Klementit, edhe shoqëria ime sigurisht, ka tek këtu edhe ngacmime, ose njerëz që nuk e përtypi, njerëz që nuk kanë nivele, por ne nuk jemi që të ndajmë nivelet, kushdo që ti të shtijoni, dhe duhet të japi mesazh të tillë. Ua, po ti je në vete, po ti si e bën këtë, po çdo migru mesazhe, po çdo migru le ikuaj tani, harroje ikuaj. Pra, këto lloj bisedash për mua janë off, që do thot unë kam misionin mos të merre me rastin personal, por nëpërmjet këtyre eksperiencave të jap mesazhe, qoftë shoqërisë pozitive, qoftë negative, dhe qëllimi është që ata të kuptojnë dhe të bashkëpunojnë dhe të jemi një shoqëri që prodhon, që dashuron dhe jo që lufton. Ju jeni shprehur se qëllimi juaj është dhe për të tkurrur ato egoizmin femëror. Sa kohë ju është dashur të punoni me veten për të arritur këtë? Po, pyetje e bukur. Tani mendoj tani se nuk është një show. Unë që në vitin e kaluar që kjo zonja turke, unë aty për ty pak, pra ishte ajo starti i parë. Pastaj dola bëm një intervistë të dyja në një X kanal këtu, ishte pra në Skype, ishim live të dyja, shkoi shumë bukur dhe ajo më qetësoi dhe më shumë më ka qetësuar dhe kjo është pra ajo vështirësia, ato shkallët e vështira, ishin shkak zonjat dhe pak meshkuj që më mbështetën. Linda bravo, Linda po bën një lloj kthese në shoqërinë shqiptare dhe kjo më bëri që unë këtë lloj vështirësi ta kaloj sa më shumë. Dhe me këtë postim, thash drejt ta haj ta provoj një herë, tash kush edhe u bëra gati që të kisha edhe shumë balt. Nuk pati asnjëri që të baltosi, vetëm njëri më ka shkruar, ti e kampion e vetë, lërat kampion të shiko kampionin për para. Do me të shiko jetën. Por unë jam e përgatitur që edhe po të ketë të tilla mentalitete, jam e detyruar që të bëj paq. Dhe kjo është shumë, tani është e lehtë. Pra, në fillim nuk ishte e lehtë, po tani nuk është as e vështirë. Dhe po shikoj që jam shumë e qetë. Se duke qenë në këtë mënyrë, i jep përgjigje dhe atyre që nuk kanë kurajo të bisedojnë, të pyesin apo të hedhin në një fjalë apo të bëjnë, kupton, ngacmime të kësaj natyre, sepse duhet i lënë. Tash mendo mosha ime iku, do me thonë jemi moshën e fundit kur i themi. Pse mos le mesazhe për fëmijët tanë? Pse duhet ne jemi shoqëri me kahe? Turqia sigurisht shoqëria e lartë, elita e Turqisë. Unë aty mësova shumë. Neve pse mos i lejmë mesazhe fëmijëve tanë, brezit të ri, po vriten për një mashkull, për një të dashur, po hajmë thika të rinj. Ai do ai tjetër. Dashuria është hynore. Pra është ndjesia më hynore që ka njeriu.
Drejt që ta haj, po s'është i detyruar njeri, as më doj, as ta dua. Po, do mbash respektin, përgjegjësinë, do mbash atë detyrimi familjar dhe në moment që je çift, je i detyruar ta respektosh atë familje. Pastaj, në qoftë se s'do, zgjidhen gjërat në bazë të ligjit, në bazë të detyrimeve morale. Unë jam pro familjes. Unë që ndejta kaq kohë, ndau bashkohu, tregon që 20 e sa vjet, mbi 25 vjet, çerek shekulli, vetëm për një person. Dhe kjo për mua nuk është sfidë, pra nuk është që tregoj që unë, ndjeva, provova, mos ngrofe me dikë, provoj, bëj një hap e ktheu, jo, si baba i fëmijëve s'ka, si fëmijë, si familja s'ka, dhe unë për këtë jam. Por kjo nuk do të thotë që ti është egoizëm, është ajo që thonë ju të kurrja, egos. Përse njeriu ka ndjesi, është mish, është gjak, është nerv, është pasion. Ka një moment, edhe unë kam jetuar në kohën që isha martuar, isha balerine, kam thënë mbrapa skene, para skene, në për hotele, në për shfaqje, në errësirë, mbrapa perdes, lloj ndjesish se jemi njerëz, po frenohet femra se jam e martuar. Aq më tepër frenohet se ke një burrë që e do, ta bën zemra bam për një tjetër. Kurse edhe kjo është që të kurrësh egoizmin është duhet ta kesh çdo njeri këtë. Në çdo rast, jo vetëm te partneri, te profesioni, te drejtuesit, marrë me shoqërinë, me familjarët e tjerë, duhet të jesh bashkëpunues. Edhe kjo çfarë bën ekuilibron, dikush do më shumë, dikush më pak, po të kurrësh egoizmin, ajo do të bashkon. Ju jeni kujdesur për ish bashkëshortin tuaj deri në fund të jetës së tij, po vazhdoni po kujdeseni edhe sot, duke u marrë, duke diskutuar me njerëz që kanë lënë gjurmë në jetën e tij. A ju bën kjo të ndjeni më mirë? Sigurisht, Klementi është operuar 4 herë, 96 që ishim bashkë, të 4 kanë qenë operacionet shumë serios, 2 të fundit kanë qenë nga smundje shumë e rëndë, por e fundit ishte smundje shumë e rëndë dhe e fundit ishte aksidenti i tij. Ka një gjë, unë tani kam edhe pse njerëzit filluan disa komente, se unë e bëra publike shumë, kërkova edhe mbështetje morale për Klementin, mbështetje pra edhe ekonomike, sepse ishte shumë e vështirë për të, duke menduar që do jetonte i paralizuar, por Zoti e mori mbase bëri atë që deshi vet ai. Nuk pranonte i paralizuar, një kampion i atletikës ishte e pamundur. Por ka një gjë, unë vura re një gjë edhe tek 2 vjet e fundit, vura re edhe tek ditari Klementit. Nga 93-shi, ai ka çdo ditë sa gram ushqim ka ngrënë, sa kilometra ka bërë, sa është pulsi, sa është kjo, dhe jetën e tij private. Dhe këpo e theksoj dhe njerë, jetën e tij private. Dhe kjo më bëri të jem shumë e qartë dhe të kuptoj që Klementi ishte tjetër njeri jashtë, tjetër njeri brenda, që do të thotë, jo në kuptimin e keq, ishte shumë pozitiv, nuk donte të lëndonte askënd. Shikoj që një pjesë e shoqërisë, pak kënaqësitë, një pjesë e shoqërisë që ai quante edhe vëllezër. Këto kur tjetë momenti unë dua t'i botoj, thjesht jo duke ngacmuar privatësinë e tij, por ajo që unë kisha ndërmend të botoja një të pathënat e kampionit, unë do t'i botoj tani pa, thjesht në aspektin jashtë, të mbledh, materiale, më tepër për fenomene shoqërore, sepse është pikërisht kjo. Ai u la në balç. U la në balç çdo thot, nuk është çoka që vjen bën çokon edhe vjen me tu flula apo vjen e shikon si e si açon, mund vish nga Shqipëria në Turqi dhe kanë ardhur nga Shqipëria në Turqi për bërë çokon. Por në momentet më të vështira që janë 20 e sa vjet, çerek shekulli, ti jesh me grua, me fëmijë në një dhe të huaj, asnjë nga këta shokë që janë familjar dhe unë këtë nuk e them nga goja ime vetëm. Unë për këtë kam luftuar, nuk më ka dëgjuar njëri dhe për këtë kam shtuar dhe armiq, sepse ishte gjallë i ndjeri. Ishte gjallë dhe mos ja vara saj, lena atë, mos na ke ne, ke këtë. Kur me këto që po lexoj unë, po shikoj që është po mbështet pikërisht instinktivisht ndodh kjo, sepse nuk e bën për të mbështetur, po këto lloj ngjarjesh që shoqëria, njerëzit e afërt nuk kanë mundësi se jeta kjo është sot, unë nuk po i dënoj ata. Kjo është jeta sot. Pra, ai mbeti i vetëm fare në të gjitha operacionet. Operacioni nuk është një javë mbas spitali që dalësh nga shtëpia dhe sa të ngrehesh në këmbë, është edhe profilaksia, është edhe ana morale, është shëndetje morale i tij që një kampion kaq i madh
Ai me sa dëgjoj dhe nga djem që thonë mami babi vuante shumë. Pse vuante? Ka që fort një kampion, vuante se nuk ishte i qetë, nuk po jetonte si çdonte ai të jetonte. Dhe nuk janë flirtet apo momentet, pasionet e një mashkulli, nuk janë pjesa dormuese e një personi, qoftë mashkull apo femër. Ka rëndësi zemra e një njeriu. Zemra e mban në jetë një njeri, zemra e mban, domethënë, të shëndetshëm dhe fizikisht edhe moralisht. Prandaj kampionët e mëdhenj apo mbas një burri suksesshëm gjithmonë kanë thënë që janë gra suksesshme. Kur nuk i ke këto, sigurisht vështirësia është më e madhe. Dhe unë prandaj ndejta afër atij që të dalte përgjigja, ndejta afër se unë e dija që isha njeriu më i rëndësishëm në jetën e tij, ashtu si dhe ai ishte njeriu më i rëndësishëm i imi në jetën time. Ne jemi një shoqëri shumë paragjykuese dhe kur ndahet një burrë dhe një grua përgjithsisht meshkujt i trajtojnë gratë si pronë e tyre dhe në shumë raste edhe i kanë vrarë dhe u kanë marrë jetën, po dhe kur ndahen dhe divorcohen, mlefi mes tyre është shumë i madh. Si jeni përballur ju me paragjykimet për këtë sfidë kaq të madhe që i keni bërë vetes, por edhe shoqërisë dhe mentalitetit shqiptar? Unë jam lule tani, se unë jam nga ato të kohës para 90-s. Unë kur ndava unë në kohën para 90-s, si e thonë 86, 87, diçka e tillë, mbas 80-s, unë isha dhe artiste, isha dhe shumë e re, isha shumë e vogël. Pra isha një nën shumë e re, mendoj që 22 vjeç u bëra nën. Dhe në këtë kohë, kur po të ndaheshe, quheshe imorale, mos ta them në termin popullor, që e thonin kush natën, vinim nga turnet në 2 natës, në 3 natës, nga Kuksi, nga Tropoja, me autobusin e ansamblit. Ai na lente në opera, unë nga opera deri te 21 duhet vija në këmbë, se s'kishte dhe autobus, s'kishte mjete, dhe të riqja zvar djali 4 vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, të riqja në gjumë zvar, mendoj që flente në kujintat e skenës, një fëmijë i vogël 3-4 vjeç, e mbaja hopa me gjithë trajset e ato materialet e çfaqjes e këto, vetëm të riqja zvar djali. Pra i kam krijuar dhe shqetësime edhe stresen moshë të vogël fëmis, të pusho aty, pusho këtu, mos bëj zhumë se me iqin nga puna, se me iqin për shfaqjen, mendo të jetë një koncert kaq dinjitos si ansamblit, edhe unë të kisha një fëmijë mbrapa perde si bërtiste apo nga smonte perden apo mund të prishte dhe koncertin. Kam kaluar strese të mëdha, kurse sot është shumë e lehtë. Për mua është e lehtë, ndërsa për atë që thoni ju keni të drejtë. Sot për namus, se namus e thonë gjuhën turke dhe më pëlqen nga njerë të përdor këto, sot për namus të vrasin, të therin, të godasin, të përzejnë, të injorojnë, të paragjykojnë, të flasin në shoqëri, ja, ajo më tradhtoja. Unë dua me këtë nëpërmjet këtyre kanaleve, ju falenderoj, po unë dua të jap mesazhin më tepër, mos kërkoni fajtorin. Unë e kërkoja fajtorin, ja, ai s'është familjar, më vjen vonë, është djalë shumë i mirë, i përsosur, madje ishte më i dëshiruar se unë. Unë shpesh bëhesha e pa dëshiruar se unë i kam gjëra troç. Ishte më i matur, nuk prishte qef, e dinte që kishte njerëz armiq, mos thonte, mos i kthe përgjigje atij, unë thoya, jo, po si ata nuk më zgjumë, pse ta lej pa ja thënë. Pra, duke qenë një natyrë kaq pozitive, përsëri unë kam luftuar me komunitetin, kam luftuar jashtë mase, por dua të jap edhe mesazhe, sepse unë ato që ne bëjmë gabime janë në jetë, mos të përsëriten nga brezat, sepse kur e do një njeri, pse ta ndjekësh nga shtëpia? E të presër se do vi, do pendohet dhe do vi. Prit gomar të mbi e bar, thot populli. Prit edhe s'ka se një djalë beqar, pra single, një djalë me ekonomi të mirë, me lek, me famë, i bukur, i pashëm që rrin nga mbrapa njerëzit, të ndjekin nga mbrapa, harron që mund edhe të harrosh që ke një grua, ke një fëmijë, ke 2 fëmijë, je në emigrim, ka nevojë. Jo, atëherë me që Linda mund ndjek nga mbrapa dhe thot ky e ka fajin, unë i them shoqërisë, jo, ajo e ka fajin, edhe kështu çfarë bën? Çfarë ndodh? Edhe ky është një tjetër fenomen, shoqëria përfiton nga çarjet e çifteve, përfiton nga papikuria e çifteve të njoma dhe çfarë ndodh? Atëherë shtyn më tepër zjarrit, i fryn më tepër zjarrit dhe shkatrohen familje. Dhe ky është një fenomen, dhe si mos ta trajtoj unë këtë? Çfarë do humb? Prandaj është ajo dua dalë të përgjigja. Çfarë do humb unë? Çfarë do fitoj unë? Asnjë gjë, po do fitoj shoqëria. Unë e them, kush të doj ta marrë, kush të doj mos ta marrë këto, prap do dalin, sepse janë eksperienca. Edhe filozofia bazohet tek ne. Pra tek realitetet bazohet që bën edhe ajo filozofia që bën vlerësimin e saj. Në varrin e bashkëshortit të saj, si vazhdon kjo histori? Kur unë
postova, prisja komenti I parë ma bëri një mike ime, ajo shumë është për pra figurë që njihet në media sociale, është intelektuale, ka biznesin e vet, po është intelektuale se ka jetuar dhe jashtë, dhe do s'do ne që kemi jetuar jashtë, jemi më ndryshe nga tjerët. Këtë s'duan ta pranojnë njerëzit, është ndryshe kur I lexon gjërat apo kur I sheh nga një pranë në një tur turistike 3 ditë apo një javë, dhe ndryshe kur jeton me vite në një shtet huaj. Prandaj unë atë e vlerësoj. Ajo më shkruan një gjë të tillë. Linda kështu është një histori dhe unë për njëre kapa. I thash, të lutem më gjej titullin, më gjej. Ajo si duket nuk e gjeti dhe unë zitova më shpejt e postova direkt. Por hulumtova dhe që ka shumë e vjetër si histori. Ka mbi 80 vjet pra është, ka mbetur si një sigla, ka mbetur si një gojdhën. Dhe kur e lexova 2-3 herë fillova mu bushën syt me lot. Pse? Sepse vërtet edhe unë e kam menduar këtë. A mund të ketë të tjera që qajnë për të, pavarësisht se ne ishim në Turqi, edhe këtu ka patur edhe ndonjë tek tuk, ndonjë mike të tij apo ndonjë të dashur të tij. Po sa gjë e bukur është, për nga një moment mendosh, çfarë I bëri? E vrau, e theri, I mori borxh si tjerët. I kanë marrë borxhe, I lexoj për ditë në ditar. I mori borxh jo. I dëmtoj fëmijët e mi? Jo, përkundra I merr me makinë, I çon në shkollë, I çon atje, pra që kosa kanë dhënë bashkë. Çfarë I bëri? Çfarë dëmi I bëri? I dha I ushqeu shpirtin. Po mirë, se ajo ka ndikuar dhe për shëndetin e tij. Pse mos ta mendojmë kështu neve? Prandaj është unë me këtu dua ta theksoj më tepër që këto lloj ngjarjesh duhet mund të jenë romane, mund të jenë gojdhëna. Këto ajo më bëri mua që unë ndjeva më mirë. Thash nuk qen kam vetëm unë. Kërkova hulumtova në turqisht, nuk ka. Turqi kam 30 vjet, unë do ta kisha dëgjuar një histori të tillë. Më thash mike që janë në Itali, në Gjermani, në Europë, më tha Linda, pse ishte ajo që kishte shkruar, shumica super, shumica në inbox, duke thënë po pse kaq shumë përshtypje ju bëri, nuk keni dëgjuar gjë në Europë ju, se mendova që duhet ketë. Jo, tha, ne kemi në Itali 30 vjet, nuk e kemi dëgjuar. Dikush Gjermani kaq vjet, dikush, pra, edhe unë nuk dua të them që kam unë fenomeni, por them, kjo nuk është kaq e vështirë, se ka gra që nuk e kanë vërtet kaq të vështirë. Atëherë duhet dyshoj që e kam dashur apo jo, ato e di zemra ime. Por, përdesa unë e bëja, po ka që mund ta mendoj, mirë atëherë ja t'jap një shembull, se rrallë më kujtohet. Po këto gra që martohen me të njëjtin burr, pra ndahet nga një grua dhe vazhdon jetën me një grua tjetër. Ke shumë raste në Shqipëri, por nuk I thon, që shkojnë shumë mirë. Mos them fjalën që është pak popullore, shemrat. Shemra I thon kur janë 2 gram, duket nuk e di, mos e përdora gabim, por është një emër I tillë kam dëgjuar dikur. 2 gra që kanë patur të njëjtin burr dhe në momentin që ai lufton me vdekjen, mblidhen dhe të gjithë I shërbejnë. Unë kam patur një familjare timen, ka qenë e martuar me një zotëri, me 2 fëmijë dhe ai ndahen pastaj dhe ai martohet me një tjetër. Momenti që ishte shumë rënd, shkon kjo në spital dhe bashkëpunon me gruan e dytë për të ndihmuar atë. Atëherë ky është një rast I tillë. Ky është një fenomen që ndodh, po jo shumë e thonë. Mbase unë jam pak më nuk e di. Mbase jam kurioze, nuk e di, por unë mendoj që shiko, nuk është e vështirë. Kur arrin zemra të, nëse zemra vuan dhe duron kaq shumë vuajtje sensibile, atëherë për ta thënë nuk është shumë e vështirë. Është më e vështirë ku ti e jeton. Ne gratë jetojmë trauma të mëdha shpirtërore. Kjo është më e rëndë se sa të thuash një realitet. Kjo është përgjigja. Ju jeni shprehur se jeni kundra faktit që në rrugë të jenë emrat e grave që janë të vrara apo të dhënuara nga burrat. Pse jeni kundra kësaj? Unë jam kundra kësaj sepse në shumë raste mënyra media është ka mangësitë e saj, madje është kryesore, duke simuluar vazhdimisht krimet, vrasjet e këto. Më tha që kur ka ndodhur një rast I tillë kur ka ndodhur në Amerikë e 11 shtatorit ishte e kullave, maj. Po 11 shtator, atëherë kur ka ndodhur kjo, më thanë që media amerikane e ka publikuar shumë pak ngjarjet e këto. Pse ndodh kjo? Që mos simulojnë vrasit. Sot vrasit po bëhen heroj. Shiko, unë jam burr, unë e vrava, se ne jemi akoma me kanunin, ne jemi një popull që marrim gjak akoma. Pra, ne ngujohemi për akmarrje gjaku. Atëherë nëse këta
këto lloj ngjarjesh ne do t'i simbolizojmë nëpërmjet rrugëve, do t'ishte shumë, domethënë shumë e rëndë se pra kaq shumë ngjarje ka ndodhur dhe tek rinia adoleshente mund ndikojë negativisht. Kjo është edhe porosia e psikologëve që kam jetuar në jashtë. Mos stimuloni ngjarje, gjakun, vrasjen ato momente dhe mos i mbani në vëmendje vazhdimisht. Por, kur bëra një postim të tillun, që nuk jam dakord për këtë, një mike dhe është artiste, hodhi një postim dhe ajo më duk me shumë zana besoj, shumë e vënd, të bëhet një bust në nderin të këtyre grave, të bëhet një monument me silueta grash, pra me figura grash, dhe aty të vendoset në një vend shumë të rëndësishëm dhe aty të simbolizohet kjo. Por jo në çdo rrugë ketë emra grash. Atëherë i bien sa vrasje janë marrë statistikat, unë dikur kur kam qenë për media i kam pas lexuar statistika, po tani si mbaj mend. Ty hym tani i bie që nuk do mbetet më rrugë në Tiranë. Atëherë i bie që të mbushë rrugët e Tiranës e qyteteve me emra të vrarësh, por kjo është një dramë. Kjo është të simbulosh një dramë. Unë nuk jam dakord. Nëse ke edhe një mesazh të fundit për gjitha vajzat dhe gratë në lidhje me dashurinë ose me këtë të kurrën e egoizmit femëror që folëm pak më lart. Kjo është që është ambitar të pyetja. Faleminderit. Nuk është personale, por mendo pra të kesh të gjitha fenomenet, të gjitha në një çati, pra të gjitha në jetë, dhe të gjithë kemi dozat e tyre, çdo familje ka dozat e këtyre fenomeneve, pak më shumë e pak më pak. Ajo që ka kurajo, le ti thotë, si puna ime. Kemi shumë fenomene brenda. Kemi një çift shumë të ri që dashurohen shumë. Kemi një çift të ri që janë xheloz, që kanë ndarje, që ndikon familja negativisht. Këto janë fenomene, po i numëroj, që ndikohet nga shoqëria. Kemi meshkuj krenar që nuk pranojnë gra të suksesshme, dhe ky është një fenomen. Kemi pra meshkuj që nuk e ulin dot hundën në thojza para shoqërisë, sepse unë volla tani ose u ankova tash ja kjo më bërit pa drejt. Tani nuk them dot se unë jam burr, është e burria shqiptare. Arnauti do thotë inati shqiptar apo krenaria që kemi ne. Edhe kjo ndikon keq tek familja. Kemi femra nëna të reja që janë si puna ime që nuk kanë informacione, nuk kanë mundësi sociale që të ndikojnë tek familja për ta forcuar familjen, nëna të çoroditura që janë në emigrim që kanë vështirësi me rritjen e fëmijëve, jo të godasin bashortin, jo ta ndjekim pse e bën këtë për t'i vënë një faj, po për ta afruar dhe për të gjetur të përbashkëtën, sepse ka shumë faktorë tjerë. Pra, faktori ekonomike, faktori dhe për më tepër shoqëria, që ta mbyll tek shoqëria, përveç individëve që përbëjnë dhe familjen, që përbëjnë dhe shoqërinë, kemi fenomenet e shoqërisë. Hiqni dorë nga baltosja, hiqni dorë nga të goditurit për të gjetur diçka mangut, përkundrazi stimuloni pozitive, stimuloni familje, stimuloni gratë që janë përpiqen për një familje, mbështesni në gabimet e tyre, ndihmojni një familje, se turku thot bukur, po të bashkosh një çift, ke ndërtuar një xhami. Ato xhamin e kanë gjërë më të shenjtë. Pra, ka lloj domethënë statuse për familjen, por dua të them të ja përgjigje të gjithëve. Lëreni atë baltën, po eja zgjatni dorën të bashkëpunojmë bashkë. Ja në këtë qendër ku jam unë. Unë këtu kam jetën sociale, kam punën time dhe kam edhe makinën e kafes dhe që të vinë njerëzit, jo vetëm për trajnime, po të vinë ashtu si në Turqi, se unë jam edhe aktiviste e gruas, kam dhe shoqatën time, për hallet që kemi të socializohemi, të mësojmë nga njëra tjetra, se kemi shumë gjëra për të mësuar, pse mos i zgjasim dorën njëri tjetrit. Kjo është kryesorja dhe unë jam vetëm për këtë. Mos kërkoni fajtorin, po eja të bëjmë paqë së bashku.